Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, po ashtu salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Elusim Allahun të na mëson të dobishmen, të na sjell dobi nga ajo që mësojmë dhe elusim Allahun xhelleshanu të na shton ilmin, të na shton diturin. Ja pra vlezërve që i afrohemi edhe gjysës të muajit të bekuar të Ramazanit. Në hutbë tham një e treta e kështu me radhë, e tash të me thonë, i afrohemi edhe gjysës së këtij muaji të bekuar. Të gjitha natët që kanë kaluar, thuj ka qenë vetëm një natë, ashtu e mbaj mend që kemi falë taravih, dhe ditët që kanë kaluar sikur se kemi agjëruar një ditë, të me thonë, gjitha ato 10-11 ditë që i kemi mbas nesh, nga agjërimi i këtij muaji duken se janë vetëm se një ditë. Kjo është argument i qartë që bazohet edhe në Kur'an ku Allahu xhelleshanuhu tregon në librin e tij fisnik dhe famullar të Kur'anin dhe në surën El-Mu'minun ku Allahu xhelleshanuhu dhe melekët me lejnë Allahu t'i pyesin robët kam labithum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Allahu xhelleshanu tregon se kur do të pyeten njerëzit ditën e gjykimit sa kanë qëndruar në jetën e kësaj bote, yawm au ba'da yawm, do të thonë shiqoni. Jo, do të thonë ai maksimumi dhe minimumi. Sa është maksimumi? Një ditë. Do të thonë kemi qenë një ditë. Minimumi sa është? Ba'da yawm, një pjesë të ditës. Jo një ditë ose një gjysdite. Ai jetoi 90 vite, ai 100, ai tjetri ashtu, Nuhi alayhis salam më tepër se 1000 vite, e njerëz tjerë, përgjegjja e gjithëve do të jetë e njëjtë. A tha edhe ai që thuhet ka qenë Uzejri, sa ke qëndruar dhe ai tha yawman au ba'da yawm, qala bal labitha 100 amin, jo tha një ditë apo gjysdite. Ke qëndruar sa çështu në gjumë i vdekur, ke qëndruar 100 vite, ai 100 vite i tha një ditë ose një gjysdite. Po unë thash sot nuk bën të kalon e muaji bekuar i Ramazanit pa e përmend hadithin i cili është bazë në këtë çështje. Hadithi që do ta them është bazë në çështjen e agjërimit. Jo që e keni ndëgjuar për herë të parë, por ky hadith vëllezër është me të vërtet hadith madhështor. Për arsye se ki ta përshkruan agjërimin aq mirë, sepse është kuptimi i hadithit nga fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala që quhet hadith al-Qudsi. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam i cili nuk flet sipas hamendjes, na i përqell këtë hadith shumë të madh. Hadithi është muttafaqun alayh, do të thonë hadithi gjendet në Sahihun e Imam Buhariut, po ashtu dhe në atë të Imam Muslimit. Na e përcjellën më shumë këtë hadith ai cili më së shumti na përcjell hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe thoi i cili llogaritet prej sahabeve që më pak ka jetuar me Muhamedin alayhi salatu wassalam. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Abu Huraira e ka dëgjuar nga Muhamedi alayhi salam i cili ka thënë: Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Muhamedi alayhis salam thot që tash këto ndëgjoni se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thonë këto fjalë. Kullu amali ibn Adama lahu, të gjitha veprat, të gjitha punët që i bën biri Ademit, thot Allahu xhelleshanuhu, janë për to. I bën dhe me thonë për veten e tij. Namazin, haxhin, sakrificat tjera, Allahu xhelleshanuhu thot kullu amali ibn Adama lahu. Të gjitha vepra që i bën biri Ademit janë të tia dhe janë për to. Illa siyam, shiqoni tu tash, e kena ndëgju illa som.
në atë që është në Sahihun e Imam Buhariut ka ardhur illa siyam, edhe som, por edhe siyam. Dhe me thonë siyam ka ardhur në atë formën e përmledhshme, dhe me thonë në atë formën sifetul mubalagha, që i përmledh dhe me thonë të gjitha kuptimet e fjalës som, agjerim, ndales nga të gjitha çështjet, hajet, pijet, shikimet, ndëgjimet e kështu me radhë. Po ashtu në Sahihun e Imam Muslimit, Allahu Gjelleshanu tregon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu amel ibn Adam al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Muhamedi alayhi salam thot, secilën vepër që e bën biri i Ademit starton sevapi prej 10, 700 e kështu me radhë, edhe shumë fishon Allahu Gjelleshanu. Dhe në Sahihun e Imam Muslimit përsëri është illa som. Ne do ta shpjegojmë tekstin që na ka ardhur Sahihu Imam Buhariut, të cilin e kemi domethënë pranë neve. Edhe një prej fillimi, qala Allahu tebaraka wa taala, kullu amal ibn Adama lahu illa as-siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Me përjashtim thot Allahu Gjelleshanu agjerimin, ai është i imi. Allahu shiqoni vlezër, agjerimin ja ka atribu vetes së tij, ja ka dediku vetes, ai thot është i jemi. Wa ana ajzi bihi, dhe unë për të thot Allahu Gjelleshanuhu shpërblej. As-siyamu, përsërin Sahihun e Imam Muslimit, as-sawmu junne. To tash as-siyamu junne. Junne në gjuhën arabe është wikaje, wikaje në gjuhën shqipe është penges, ndales, barier, mburoj e cilat ndalon nga mëkatet. Dhe me thonë, agjerimi është metoda, mjeti, terapia ma e mirë që e ndalon robin e Allahu Gjeleshanu nga mëkatet. Nuk ka ushqim, nuk ka haje, nuk ka pije, epshi është ma i dobët, të gjitha çështjet që janë ma të dobta, e thot pejgamberi alayhis salam, as-siyamu junne. Agjerimi është junne, ndalon, barier. Pastaj vazhdon Muhamedi alayhis salam, wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. E kur të agjeron, thot Muhamedi alayhis salatu wasalam, dikush prej juve, fala yarfuth wala yaskhab. Të janë dëgjoja vëllezër. Rafath edhe sakhab. Rafath është marrëdhëniet intime dhe fjalët e ndita që kanë të bëjnë me një gjë të tillë. Dhe me thonë fjalët e fliçta, fjalët e pista, që janë afër çka që të me thonë tregojnë gjëra që kanë të bëjnë me marrëdhëniet intime. Qoftë me thonë marrëdhënia intime brenda ditës, por dhe fjalët e fliçta. As-sakhab çka është? Dikush thot, unë nuk thom fjalë të fliçta, unë vetëm bërtas. Kur agjinoj bërtas. Muhamedi Allahu Gjeleshanu, do me thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, wala yaskhab, edhe mos bërtet, mos e çon zonin nalt. Do me thonë muajin e Ramazanit, kur je sidomos duke agjiru, mos me ngrit zonin shumë, paraqije se ka ndales. Wala yaskhab. Pastaj thot, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im. E nëse dikush don me ngacmu me to, don me hap konflikte, don faktikisht me u përqa e gjëra tjera, me hin debate, kile thot, unë jam njeri që agjeron. Hadithe tjera, rivajete tjera, çka ishte? Inni saim, unë jam agjerushëm këtu. Inni mru'un saim, unë jam njeri i cili agjeron. Dhe me thonë, tër trupi jem agjeron. Edhe goja, edhe syt, edhe veshët, dhe me thonë, lem rahat. Vazhdon hadithi, thot Muhamedi alayhis salam, walladhi nafsu Muhammedin biyadi la khulufu fami as-saimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Pasha atë të cilin shpirti im është në dorën e tij, aroma e gojës së agjirusit tek Allahu Gjelleshanuhu është më e këndshme se sa aroma, se sa era e parfimit. Pejgamberi alayhis salam vlezër betohet në këtë çështje. Pse këtu ka betu Muhamedi alayhis salam? Për arsye se shumë kjo agjirusit i pengon. Si i pengon agjirusit?
Shumë do me thonë brenda ditës ne disa herë tërpërohemi, thona, subhanallah që tash tishte e mund të shmja, do t'i kisha la pak dhomët se e shoh se po më gjen era e keqe, do me thonë ka goja. Muhamedi alayhis salam të hek këtë frikë, të hek këtë mbare, këtë turp, thot, walladhi nafsu Muhammedin biyadi, mos ki gajla, mos turpra, mos u ngushto, se pasha atë të cilin shpirti Muhamedit është në dorën e tij, la khulufu fami saimi atyabu inda Allah min rihil misk, për arsye se aroma e gojës së agjëruesit tek Allahu xhelleshanu është më e këndshme, më e mirë se sa ajo e kujt, ajo e parfimit. Nuk ka nevojë domethënë hiç as edhe me çit parfim, për arsye se ti me këtë aspekt e kënaqën Allahun xhelleshanu. Me fjalë tjera thot Muhamedi alayhis salam, ju garantoj se Allahu xhelleshanu me ju është i kënaqet, është dakord me ju. S'ka nevojë ju me u turpru, me u ngushtu, me u frigu. Prekuj prej gojës, o dinja se Allahu kënaqet me aromën e gojës së juj kur jeni ju duke agjëruar. Pastaj thot Muhamedi alayhis salam, lis-saimi farhatani yafrahuhuma. Thot Muhamedi alayhis salam, agjëruesi ka di gëzime. Idha aftara fariha, tu ka ardhur sahihun e Imam Buhariut, fariha. Do me thonë jo bi fitrihi, do me thonë vetëm kur e prish agjërimin, kur han iftar gëzohet. Wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmi. E kur ta takon Allahu xhelleshanuhu, gëzohet për atë që ka agjëru. Thon spjeguesit e hadithit thotë shiqoni, kjo më në fund ta besoni, kjo është mish dhe sa i cili ka agjëru për hir të Allahut, imanen wa ihtisaben, me plot besim ndaj kësaj shtille, ndaj këtij obligimit dhe me plot shpresë për shpërblimin e kësaj, ai ka me hinë xhenet. Pse? Thot wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmi. E kur ta takon Allahun xhelleshanu, do të kënaqet, do të gëzohet me çka? Me agjërimin që e ka agjëru. Pse? Për arsye se Allahu xhelleshanu atij do t'i thot ti ke agjëru për mu, ti hi në xhenet dhe ato hi nga dera Rayyan. Më në fund hadithi vëllezër na përgëzon një përgëzim shumë të madh dhe na thot, ju nëse agjironi këtë mënyrë për Allahun subhanahu wa taala, ju keni me hi në xhenet. Prandaj Allahu thot dhe në tefsir siç ka ardhur, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarve kanë me ju dhënë shpërblimet e mëdha ditën e gjykimit pa llogari. Domethënë nuk do të ketë llogari. Domethënë nuk do të jetë ajo masa e cila i peshon veprat. Kjo vepër meriton që ka shpërblim. Ajo vepër kur vjen çështja e agjërimit, ka thonë Allahu sabirun, e Muhamedi alayhis salam thot as-sawmu nisfu sabrin, agjërimi është gjisa e sabrit, gjisa e durimit. E Allahu i përgëzon durimtarët dhe thot innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Një ditë kanë me i marr durimtarët shpërblimet e tira pa llogari, pa hesab. Mohon Allahu xhelleshanuhu do t'i bën atyre një surprizë të madhe për atë që kanë agjëru vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun xhelleshanuhu që agjërimit jon të jetë për Allahun xhelleshanuhu, ta pranon Allahu xhelleshanuhu ashtu plot nga ne me sevapet e plota, dhe lusim Allahun xhelleshanuhu të na mbron nga të gjitha veprat të cilat i paksojnë dhe i rënojnë sevapet e agjërimit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.